po shkojnë, po manipulojnë në kategorinë tonë. Po qesin një foto, po dalin, po lipin pare me fotot tonat. Po bojnë, ata pa, dikush po pasënohet me këtë kategori. Edhe më ka shkru, një tha, e kom bo një historie në karrotës të ecë, dhe më tha, te kësha posta dhe në një, si kur te. Edhe i kom hon shkruj qitina se kom po që ja ka pru një shak i joni, ja ka pru donacion 2 si karrotësh, me rrëllë. Edhe ai i ka shkru, unë ja kom dhënë numrin, i ka shkru ai. Kam fakte, i kam mesazhe. Dhe i ka thonë, ndash me ble, mund është me ble. 1.000 euro i ka njëmi. Unë ka shtim ja marrë njëri për djallë dit karrocën e qikës, që e ka qikën invalid. Ka shtim ja marrë për djallë, që ka këthi që 4 vjetë, bile si ka 2 net që më ka thirë dhe më ka thonë që e ke bo bajat për qëto se na deri në banje këtu e qujna për kra. Po kur të është komisioni e këtu nuk po mëj me quë atje, e te mije kësane. Përshëndetje të dashur, për gjithë ju që më ndjekni në këto momente dhe sot jemi në Fushë Kosovë ku kemi ardhur për të zhvilluar një intervistë me Agim Pajasitin apo siç e njohim apo koçer ndoshta më thon vetë Gima me shkurt. Po dha Agim nuk është temë i gjatë. Okej, si do të jetë, besoj se kjo intervistë do t'ju pëlqejë dhe do të mësojmë shumë gjëra dhe për jetën e Agimit, sfidat dhe shumë çka tjetër. Atëherë, përshëndetje Gim dhe mirë se erdhe në Kosova Info. Përshëndetje Manuel, faleminderit për vizitën, faleminderit që ka rënë me ardhë dhe me bën një intervistë me një person me nevoja të veçanta, sepse ka shumë televizioni që i kom shkru dhe kom dasht me shfaqat brengat tona, se s'po foli veç për vetë. Edhe ata si duket jenë të marrë ma shumë me sanet qas s'ka nevoj se sa qa kanë nevoj njerëzit. Atë, Gimën e fillimisht deshta më të pyetën se sa i përket kësaj kategorie të njerëzve me nevojat e veçanta. Po të pyes ty personalisht, çysh e ka lënë një ditë, duke pas parasysh edhe gjendjen e juaj edhe situatën e gjitha. Dite e jamja është si zakonisht e të gjithëve, dalë qëna me gjesë, me gjesë qëna të jetin në 12. Ja. Edhe me gjesë, dalë e pi një kafe, kam shëshni, më thirëm, dalëm, rrim me ta, e kam një shëshni shumë të mirë, shumë të pastër prej shpirti, se pa ka një pastër në shpirti, nuk e do një person në karrocë. Atër, të pyes pak për gjana do më thotë të cilat edhe janë të rregulluara përmes ligjeve, përmes shumë shoqatave, organizatave të cilat ju përkrojnë, ju ndihmojnë. Sa keni mbështetje apo gëzoni mbështetje institucionale apo nga organizata të ndryshme që mirën me këtë kategori? Prej këtyne shoqata, drejtën me të thonë, mas pare prej shoqatës Hendikës që kam veç një karrocë manuale që jam marrë, nuk kam kur ndihmë, as kur po kur këta nuk bojnë kur gjë për neve, institucionet nuk bojnë kur gjë për neve, për shembull, na ka rritë rrogën 20%, na i ka shti 30 në faturë të rrimës, ne ka bo këta, më thonë drejten, këta shoqata e Hendikosit, këta shkojnë Allah, qasje, o kur s'ki me qka, me hi në market, nuk ki në banatore, kur nuk i ki renet të badi ha në drejt që qasit. Do të me bo mas pari një penzion që shduhet tamam sa e mbolen një familje se shumë persona majnë edhe familje me qatë penzion. Një penzion, ilaçe do të më siguru ilaçet vetë.
shikon deri që 3-4 muaj jam ma pak, a din kam argjime, për i dose, shkon deri në 50. Po më vogla është 50. Terapia mujore, që? Po. Edhe nuk jam të folë veç për vete, po unë përdi që shumë me kanë që ashtu. Tanaj po lidhni me këtë shoqatat jo qeveritare që janë. Këtu tash, kur përshojnë që ndikosi nuk po bën sen për neve, nuk është interesum sepse i ka individ të caktum, cilët me qunë detit, cilët me një muet, cilët me qunë me pushue, në për villa, në për të, i kanë ndikosi i ka individ të caktum. Asnjëherë njët nuk mu ka bo një ftesë për i ti. Tash këtu, jo qeveritarët, po shkojnë, po manipulojnë në kategorinë tonë. Po qesin një foto, po dalin, po lipin pare me fotot tonat. Po bojnë, ata dikush po pasën nëhet me këtë kategori. Pse po thu për pasërohet, do më thëtë, kemë e rast konkret, s'do më përmenë me emna së të organizatave, së të individve, po ako rast të tila, do më thëtë që kanë do shembull përmes fotografio, përmes jush edhe kategorisë jush që të përfitojnë njerëzit? Po, që ta kum dasht, me dalë me folë, se ka njerëz që jenë pasuru të i sajna. Që ta, se edhe në ku mujtë me kanë pjesë e që atyne. Edhe në kum bashkëpunu, 10 gati ka me një person që nuk ja ka vlej me bashkëpunu. Ku mujtë me kanë edhe në qatë pozitë. Po nuk jam dalë se shes vete, as ftyrën për kurgjesh. Edhe ju bëj thiri, krejt atyme që kanë fëmijë në nevojat veçanta, me reduktu pak, dalin me dikan, me këshyrë me kanë po del. Pse se merë një lava, motra, qefse jo një për shumë që dalë me motor. Dalë me shësni, po shumicën e rastët dalë me motor. Se merë me qitë vetë, një avan e kafe, po e prit më ardhë dikush, me ta keq përdojë. Si, të pës pak, keq përdorimet nuk po du tash mi definu as në që as individ në thotë se ka dhe rastet të tila dhe që jam dëgju edhe ma herët edhe ndoshta edhe ato të këqijat nuk ndalën kur si që janë edhe të mirat edhe të këqijat, por saj përket kësaj kategorie sa me një penzion mujor, cilat janë tyrat mujore dhe që i gëzani nga shteti? Tyrat mujore janë 430 janë me parcialës. Po, tyra për shembull dikush që ka shumicat ka dhëra që kanë familje, kanë për shembull unë kur shkoj e marr pensionin ka të kthejna do të me një donaturë. Neherë, ta nej me një market, ta nej me rujt për rrym, ta nej për ujë, mbetërinat me ka je komuna e Fushkosovës falenderoj shumë. Edhe me bo men qysh me shku deri në fund të mujt. Sa është e vështirë me edhe dhe më thot me kanë jetën? Jetoj me 2 motra. A keni tyra tjera? Motra punën kapak. Motra punën kapak, do më thot edhe kryesisht bazonin, do më thot në të tyra për të ja dalë muje. Edhe do të me kanë shumë logjike dhe fortë për me arrit me dalë në fund. Me menaxhu me mjetë. Me kanë menaxher i fortë i vetë vetës, tanaj i tëna. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë atyre të cilët do në shembull me ndihmu një kategori të tillë në forma të ndryshme? Mesazhi jam është me këndën me ndihmu qatë person, me thirë qatë person, kur je interesu. E thirë qatë person, të shka një qanë ato qatë ki nevoj, qatë do ishte mi quë.
E jo, për shembull, përmes dikujna me çu dikon ose dikon ose dikon. Edhe diçka, më fal, vazhdo. Ja, po. Edhe diçka du më të pyte, se përket keqpërdorimeve. A ki pas apo a ki dëgju, sepse ju keni edhe shoqni edhe rreth, na i rast konkret në thotë që është keqpërdor diçka ndonjë donacion cili ka qenë i dedikum shembull për këtë linjë dhe ka shku kredi dikun tjetër. Po. Unë për shembull është një djalë i dashur që unë kam bashkëpunuar me të shumë, edhe më ka shkruar një njerëz të shumë më shkruajnë. Shumë. Më shkruajnë, e kam fatmirësisht e kam atë mundësinë me shkruar me kompjuter. Edhe më ka shkruar një tha, e kom bo një historinë me karrocë të ecë dhe më tha, tek kisha posta dhe në një, si kur te. Edhe i kom hon shkruj qëtina se kom po që ja ka pru një shak i joni, ja ka pru donacion 2 si karrocësh, me rrë. Edhe ai i ka shkru, unë ja kom dhënë numrin, i ka shkru ai. Kam fakte, i kam mesazhe. Dhe i ka thonë, ndash me ble, mund është me ble. 1.000 euro i ka njëmi. A unë e kom ditë që i ka pru shoku atë, to ai i ka dërzu. Tane më ka ndodhë edhe me kësi manuar. Do me thonë i ka marrë si donacion pa pore për këtë kategori dhe i ka shqit një bjerë. I ka qati shoku, tane i ka thonë. A ka marrë ai shokit? Jo, i kom. Alo se ka? Nuk e ka, veç mi ka bo screenshot atë WhatsApp që ka folë, mi ka qu. I kom folë atina, edhe më ka thonë nësa e në citat teme është gati. Ka thonë veç e ki citatën që e ki se i shumë da ndrysh, po e drejta du të me konë gjithëpën. Unë të thash që me pas dasht me përfitu për i këty njësane, unë isha thonë, po thonë, 5 herë maj natë si tjertë. Po nuk duhe se... A mendon ti se njerëz të cilët janë në gjendje të tillë kanë mundësi të menaxhojnë me organizata dhe me fonde apo gjëra të tilla, pse duhet të jetë dikush tjetër, pse s'duhet të jeni ju ata të cilët do ta krijoni një rreth dhe të bashkëpunoni në forma të ndryshme për të animuar edhe njëri tjetrin nga donatorët. Unë tregova që na mas pari për shembull shkruajnë, kanë pru donacionet njerëz të mi. I ka marrë tjetër kush, po i ka shkep në vendin e duhur ku i kom thonë. Edhe ku ka pas nevojë. Po, neve nuk na marrin se na ja qesëm atë palarat që kanë, ja qesëm edhe për qëtasone, për vete unë kom bashkëpunu të atë. Kur më ka thirr njëri për një karrocë manuale, po konë interesu një person me folë me mu. Edhe ka thonë, ku me të donë ty 80 euro, se e kom blen 160 euro. Ku me të donë, ato e kom donë edhe ma nuk merë në atë punë. Qysh të atë, veç me ta spjegum se se loptoj njëzë. Qysh të ka thonë 80 euro? Ti e ki dhoni karrocë donacion? Në men ta më shkuaja, u shku prej e ndikosi. I lirë gashe, në djallë është që bashkëpunej me ta, u shkua. Një plak më ka thirë kështë që ka nevoj një person në Prizren. Një plak me gjithë një... Po. Edhe i kumë thonë ati djallë tepja, u shku në men ta. Po ta është qaj personi që ka morë karrocën, që s'tu do djallë i ka dikon 15 vjetë, s'ka do djallë të shpisë. Se i shkon urëzu dikon, edhe nuk ish pajtu me jetën. Nuk ish dhasht ma me dadë. Edhe të nej, unë i kumë shku këti djallit këtë në Prishtinë, edhe ja kanë qu karrocën. Mas një jave i ka vyjt për tjetër kapë. E u konë edhe nismët. Unë ka shkruje, e ka lyp numrin të qaj djalli. E më ka thonë që ai plaku që më ka lyp më karrocën që ka marrë në Amerikanë, më ka thonë 160 euro, ku me të donë ty po kam qëtë gjysën. Edhe ato jam i gënije, edhe
nuk merr në kanë të Domthon ata kanë keq përdor donacionin tonë edhe kanë shit mirësinë me parë. tame kanë keq përdorur. Tani është tjetra unë kashtimi jam marrë njerit për 2 javë ditë karrocën e qikës, që e ka qikën invalid. Kashtimi jam marrë për 2 javë, se ka këthi që 4 vjetë, bile si ka 2 net që më ka thirë dhe më ka hom që e ke bo bajat për qëto se na deri në banje këtu e qujna për krah. Po kur të është komisioni e këtu nuk po mëj me quë atje, e te mije këtë sane. Po besoj që shumë shpejt kam ja siguruat karrocat i. Domthon vajza e ka mirë pa karrocë, Po. që 4 vite. Po, 4 po bon qëtash që i ka thonë A do të karrocë normale ajo? Jo, edhe kur i kom thonë që ti personi, s'pe përmeni me se s'ja vlen. Jo, me nësë do të Kur i kom thonë, ka thonë që është e kalumë aja. Nuk merë në më mësranë të kalumë. Edhe e kom një farforme, e kom hjek prej rrjetet sociale. E kom thonë që ma nuk du me as shërsni me kom. Po keqësisht nga qitë në polici. Veç si kom dorë edhe nga bo shantarë, nga bo e ka qitë vlogën teme në Instagramit për shamë dhe ka qitë e ka bo ato kështë une kom full fjallë nga të smuse ose diqka ato që vjen shprej e kur. Po janë njerë që pa ftyrë edhe të mujë me të bëjë gjithë shka. Po, Si do që tjetë, unë të falenderoj shumë edhe gjithë ata të cilët shprejnë vullnet dhe dëshirë që të ndihmoj këtij rasti që po thu për një vajzë e cila ka mirë pa karrosh, besoj që të ketë ndonjë ka një vullnet mirë që do t'ja sjell një karrocë Sjell të- asaj vajze. je nërgu edhe donatorë që kam po që nuk ka, nuk janë të keq përdor, janë nërgu si prej institucione, e deri në fund që janë, do më hëmë përveç media edhe do më hëmë të që ju ke përgjegjë ftesës tamë, se krejt janë gjytën në këto sana. Krejt. Asnjë nuk e hanë me shku, me marrë pyetje një person në karrocë, me këshyrë që shokune atyne. Shteti nuk bën kur gjëheq. I ka bloku për 1500 karroca i ka bloku, nuk e jep ndikusit. I ka bloku me çka ka, i ka rritë çmimet. Qa me bo njerëzit kësaj kategorie. Mirë, Gemën, të falenderoj shumë për kohën edhe Faleminderit e viteje, faleminderit do të takuam edhe herë tjera gjithsesi pa intervistë për kafe. Po, kismet. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve, shumë, po që shëndet, gjithë gjatë, të natë mjëva. Bashkë me juve. Faleminderit. Faleminderit shumë.